pastaj kalova në administratë shtetërore. Nga kamarier në administratë shtetërore, wow, super. Marrova punë si kamarier, pastaj shkova në... Po dhe nga kamarier në dë? Aty të... Si bja? Ma përshkruaj... Të ATSH-ja. ATSH-ja, ma përshkruaj si ishte ndjenja nga kamarier të kalosh në ATSH. Thjesht wow. Wow, pse? Ose kalova recepcionist të ATSH-ja. Aha, shumë mirë. Po unë mendoj që ka të bëj dhe të irmi njëjtë me kamarier dhe tek ATSH të jesh recepcionist, përderisa ke punë me klientel. Pastaj u ktheva vrapit. Vrapit? Pse vrapin se beshen atë kohë njëjtë me pozitën e punës? Ja. Pse? U ktheva vrapit, stoj vite ditë pas dite. U thyva dhe janë 2 rekorde kombëtare. Oh, pse bëre nga dëshira? E bëre për dëshirën? Fit. E bëre për dëshirën vrapin? Jo, për ndjenjë, për sport. Po, është dëshirë. Përfaqësoj Shqipërinë. Po, është me dëshirë, sepse pa dëshira ajo s'bëhet.